Atëherë jemi rikthyer këtu bashkë për të folur atë që ndodhi në vikendin që lan pas, pra ai moment i rënd në mes të banorit që po lënë të shtëpinë që ishte Jozi ndaj gjestit banorit të Big Brother VIP Kosova, fillimisht më pas Albania, rrugtimi vetëm një javë pasi që përpara se të mbyllej, pra kjo eksperiencë e gjithë atyre banorëve në Big Brother VIP Albania ndodhi ajo që ndodhi. Nuk duam të flasim më shumë për atë sepse keni parë gjithë, por natyrisht dua ta prezantoj panelin për ditën e sotme. Duhet me ne. Përshëndetje. Përshëndetje. Eda Falia Zeka është me ne, kënaqësi të të kemi Eda, faleminderit shumë. Arbër Zeka, fituesi vetëm i Big Brother VIP Albania nga Kosova. Faleminderit, kënaqësi. Ndërkohë që këtë e potencova me dashje, për shkak që shumë zëra nëse do fitoj gjesti apo jo, janë thënë në rjet. Meridian Ramsaj bashkangjitet me ne, përshëndetje, faleminderit shumë që je këtu. Përshëndetje, faleminderit kënaqësi juve. Kush është ideali? Dhe kush është? A thu kush është? Ai që bëri gjumë gati në TikTok bashkë. Po, jo në TikTok, në Instagram. Diko po. TikTok nuk jem na. Marrin shprehje, i tiu në atë notë. E vërtet. Me u pas lakmi për në se si flesni dhe komplimentet se si bëni ato diskutime dhe natyrisht na duhej prezenca një avokati në këtë panel dhe me ne është Gülsen Zhllima, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Base mund të anisim me ty direkt, Gülsen, si u bëhe mundur që Jozi lirohet në 5 të mëngjesit. Nuk di nëse Kosovë do të ndodhte një gjë e tillë kaq shpejt, sidomos për shkak të presionit publik. Së pari duhet kemi që ligjvënësi shqiptare ka normuar rrajen dhe shpullën së goditje të lehta, të cilat bëhen me kërkesën e personit që kërkon ndjekjen penale të autorit, dhe në rastin konkret, policia e shtetit e mori nga vendngjarja dhe e dërgoi në komisariat dhe komisariati patën provë taj se ishte të mjaftueshme që personi kishte se ishte goditur kaq shumë që të kalonte mbi 9 ditë që të kishim arrestimin e menjëhershëm. Kjo vepër penale ndiqet me kërkesë të personit dhe jo kryesisht. Por nuk do të merrem nga pikpamja vetëm e goditjes, por duhet merremi para me kërkesë të personit, sepse tani hapen një poligon krejt tjetër, zotër Zhllima. A ka mundësi që mbase produksionit i ketë bërë presion gjestit që ai të mos bëjë një kërkesë për vazhdimin e këtij paraburgimi ose diçka e ngjashme? Edhe sikur të jenë në kushte të tilla, personi duhet i drejtohet vetë gjykatës penale me kërkesë sepse nuk ka cilësinë e viktimës së veprës penale, po ka cilësinë e viktimës akuzuese. Pra ai me prova që grumbullor, pra videon që e kemi parë publikisht të gjithë, por e çon si provë materiale gjykatës, gjykata investohet me kërkesë të personit për të bërë veprimin procedurial ndjekjen penale të personit. Pra nuk është se produksioni ka bërë një shkelje, por ajo është, do të thoja, një e drejtë e personit që pëson një goditje për shkak se nuk është goditje e rëndë dhe procedon me ndjekjen penale të autorit. Goditje matron s'ka ku shkon avokat, por sepse jo flasim direkt të Zuzës, sepse edhe ti ke pas një rast të caktuar aty me gjenetën kur ti nuk ke godit edhe je gozhdu prej publikut. Ideja është po ne kum pas disa momente aty që kum dal prej vetes, po gjithçka ka përfundu debat, sado që ka qenë i rënd, edhe nëse ka pas ofendime, po asnjëherë nuk është vepru. Do të thonë deri sot nuk vepron, nuk e bë kurfar vepre penale. Në anën tjetër e kuptoj që Jozi është liru dhe ajo tash shkon në procedurë të rregullt, por nuk munden me prit për një banori që është brenda aty me ngrit akta kallëzim penal. Por mund ta bënte ekipi ti, menaxhmenti apo ngjajshëm, por Arbër, kush është e kaluara e Jozit? Jemi dëshmitar kur në Oscar, në ngjarjen më të madhe në botë, por nuk duhet të tërheqet paralele. Por ai s'kret me zart të zi pasi merr zart të zi në shtëpi. Ai personi Oscar, Will Smith dhe se më me sqaru si logjik. Në Oscar ka ndodh, por jetojmë në dy bota të ndryshme, ku emancipimi atje dhe edukata dhe është diçka tjetër. Unë kom prit të paktën nga organit kompetente të drejtësisë në Shqipëni, mos me liru për shkak që është një nxitje urrejtje, një pezmatim i madh, sidomos në masë, në publik. Jo që ai ndoshta e meriton dënimin, por paktën për hir të opinionit publik. Në Kosovë do të lirojë kaq shpejt. Nuk do lirojë. Minimalisht do të ishte 4-8 orë, por që në Shqipëri janë procedura të tjera, apo besoj që janë komfort ligjit, nuk po besoj që kanë bënë shkelje
ligjore, por që unë për hir të opinionit publik, tu ditë që ka ndodhur një veprim që realisht ka filluar me nxitë një urrëtie në rrjetet, sidomos në rrjetet sociale për ndasi mes dy taboreve Kosovë-Shqipëri, që për mua është e papranueshme, është e patolerueshme, unë jam kundër dhunës edhe në asnjë rrethon nuk e pranoj, mirë po është një tendencë që po pengon tek ne në Kosovë. Të drejtën për qenë shqiptar, më shumë se shqiptarët që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë nuk e ka kurkush. Pse të them këta kushtimisht? Pasi që në vitin 1919 në Kongresin e Londrës ne u vetë sakrifikum edhe vetë mohum që vetëm të ekziston shteti shqiptar, vetëm e idenë që me ekzistu shteti shqiptar në kufi, ne të jemi nën ish Jugosllavi, të jetojmë nën robri, po pikërisht pse duhet me vetë mohu në vetën? Pse duna me mohu historinë teme, më shqiptar se une, dhe më shqiptar se një që jeton në Bosnjë, në Bujanovc, në Medvegjë, në Plavë, në Gusi, në Tivar, ku bën një gjenocid. Arbër, pjepet një konotacion tjetër. Jozin nuk e përfaqëson krejt Shqipërinë, as gjesti se përfaqëson krejt Kosovën. Se duhet më intereson diçka tjetër. Si komun... Unë besoj që Jozi ma gjithë si ka bërë nuk përfaqëson familjen e tij dhe jo më Shqipërinë. Pikërisht, bravo, absolutisht po. Për sigurt. Dhe ju lutem, të paktën mos u mundoni dhe ju në studio, se në Shqipëri ka më re që duam apo s'duam ne e kanalizojmë dhe e çojmë tek ndasit. Pikërisht, unë për këta bona thirrje. Tek ku dish atë ndalje Merian? Po. Nuk mundet mua që ignoranca në asnjë moment më përfaqësoj. E vërtet. Pikërisht. Gjitha madje, unë kur hyj analizoj tani me veten dhe mendoj them, okay, nga një anë mirë bëri që bëri atë veprim. Sepse edhe një herë tjetër tregoj se sa qytetar ishte Gjesti, sa njerëzor ka qenë Gjesti në atë lojë, se sa tolerant ka qenë Gjesti në atë lojë dhe pse pikërisht duhet jetë Gjesti fituesi i asaj loje. Sepse e pam shumë mirë se çfarë deklaroi Gjesti pas sa minutash në dhomën e rrëfimit ta. Unë e kam falë sepse ajo gjë ndodhi brenda shtëpisë dhe unë e qyj brenda kuadrit lojës. Jashta shtëpisë po të kishte ndodhur do ishte diçka tjetër. Absolutisht. Dhe unë aty Gjestit i vej pikën për te çdo gjë, heq moshën, shkollimin, informimin që ka dhe ai ka rrëzuar gjitha këto për mua. Meridiane, bona gjithë këtë dikresion për të vetëm arsye. Dhe më thonë, mos të ndodhin një gjë, dhe më thonë që është për te ignorancës, dhe më thonë për një pamaturie, një shpërtim prej kamikazi, një i paformum, qoftë nga ana akademike, qoftë këtu me keqardhje, them, edhe edukata familjare, se një njeri që ka një edukat familjare, e kupton lojën, e kupton konceptin e lojës, dhe tu dalë, ju rënë gjithë banorve, nuk bën një aktil. Po mos bim në ngrackën e kësaj, me vetë mohu vetë-vetën. Momentin që e mohojmë vetë-vetën, e kemi mohu historinë. Familja Jozit këtë rast nuk e ka asnjë faj. Jo brezos, jo, unë e besoj, jo, a di pse. Po akuzohet Gjesti për mos nivel akademik, por edukatën që ka shfaq, pavarësisht që luan me limite. Nuk është universiteti Big Brother, është Big Brother nuk i prek tjetë në familje, nuk i cenon, a luan me limitet lojës. Megjithatë, sot po, limitet e lojës, limitet e dikujt normalisht që përcaktuan nga vetë individi, çfarë limite shka mund nuk ka Eda, ose çfarë limite shka Eda nuk i ka mund. Po momentin, drejta jam e fillon ku përfundon e jotja. E kuptoj. Po, pa tjetër. Keni fut mes tre Big Brotheristave këtu, do me thënë. Që ka pun me marrë fjallën këtu, Eda. Jo, tani po i kuptoj se që pas këtë gjithë panel ju. Falni, mua më keni thirrur për barazi gjinore. Jo, si numër nësë në absolutisht. Për më po bashkë barabar, do të me dalë, 2-2. Po. E para dhe më thënë që jam absolutisht dakord me atë që asnjëri prej banorëve brenda aty nuk përfaqëson asnjëri tjetër përveç se vetveten, edhe jo më krahinën, absolutisht më larg shtetin. Harroje dhe ta lëm këtë anash. Ky diskursi i vazhdueshëm Shqipëri-Kosovë që ka ndodhur edhe në Big Brother Kosova, ka ndodhur edhe në Big Brother Shqipëria, është një diskurs i shëmtuar, duhet të them unë, dhe që jo vetëm është i shëmtuar, por në fakt në del për shkak të frikrave apo të paragjykimeve apo të atyre receptave me të cilët ne jemi rritur që fëmijë. Hajde se ky është i Llapit s'bën, hajde se ky është i Drenicës s'bën, hajde se ky është kështu s'bën, hajde se ky është ashtu s'bën. Romakët kanë thënë për çaj sundo, atë që nuk e ka arritur Serbia në Kosovë me gjithë investimin e vet, po ja arrisim neve me njëri tjetrin, duke sharë njëri tjetrin. Dhe këtu dua t'i vë pikën pjesës patriotike të gjës. Mua më dhëm shumë,
personalisht, sepse unë jam një familje e përbërë Shqipëri-Kosovë, nuk dua që fëmia im të ndjej veten as i Shqipërisë, as i Kosovës. Dua të ndjej veten shqiptar dhe pik. Maksimalisht mundet me një vetën i Tiranës dhe i Drenicës, Jo, as njënën as tjetër hiç. Në momentin që ti i vendos një etiket vetes, në momentin që ti i vendos një etiket vetes, automatikisht po e vendos veten në një tabelqitje nga të gjithë të tjerët që nuk e pëlqejnë atë etiket. Kjo është tjetër gjë. Tani, te pjesa e dhunës, është problemi. Ne jemi shoqëri e dhunshme, kemi diskutuar 1 milion herë në këtë studio. Ne rritemi me fjalën e urtë popullore shqiptare, druri ka dal nga xheneti. Ose kush të rreth të do. Kush të rreth të do, ai që të masakron, ai të vdes për ty. E të tjera... Po reja duhet, po. Po, kështu jemi rrit tani. Nëse neve dojna me rejt, hajde rejna, po kështu jemi rrit. Jemi shoqëri ekstremishta e dhunshme. Pjesa e gjestit që po e përmend Arbri ka luajtur me limitet e gjitha. Po, ka luajtur me limitet, e vërtet është. A ka bërë shumë mirë, a ka bërë keq, ajo është pjesë që e vlerëson produksioni. Neve si duk vlerësimi produksionit kur ai doli me zarf zi dhe u kthy për ta prodhuar në super skandal. Nuk vlerëson produksioni, vlerëson publiku, produksioni zgjedh kohë. Po pse ktheu produksioni? Përfundoj Neda, e para, e dyta e vlerëson publiku me vota, por është edhe produksioni që cakton limitet. Okej? Dhe limitet janë thyer disa herë në mënyra të ndryshme, por kjo nuk ka rëndësi. E para do të thënë është thyer me zarfin e zi. Po dalin njerëz me zarf të zi, doli Gerta, doli Jozi, e kanë zhvlerësuar vërtet. Ai Xhibani dhe uri kthyen në emër të lojës, uri kthyen në emër të klikimeve, të followersave, të kësaj që unë gjithmonë e përmendi, që arres ekstreme të medjave sociale, e cilat... Po, për zonja Eda, ku është një problemin? Vetëm se duha të flasë për gjestin. Po, jena live e shkam të shumë kompromisë. Vetëmja gjë që unë për shembull të gjesti asnjëherë nuk ka gënyer për atë që është. Në kuptimin e asaj, i kanë thënë je ignorant pa shkollë, ka thënë po, jam ignorant pa shkollë. I kanë thënë je i padishëm edhe në profesion tëndin ke probleme, po, ka thënë. Por nuk besoj se do të kthejmë si ka gjesti, kur gjesti në këtë rast është viktima. Është Jozi, ai i cili ka pas një zarf të zi, paraprakisht pas zorfit të zi e kthen edhe një herë produksionin. Pa tjetër. Domethënë, gjesti nga fillimi në fund nuk ka gënyer për atë që është. Dhe duke mos gënyer dhe duke luajtur fort të ato limitet që u përmendën, të gjitha me radhë, njerëzit, publiku e ka pranuar të atill. Një ignorant, një kalama, një provokus, Xuxhi di më mirë që çmend ke se ja lëshoj ke rangullinat që gjithë natën e leke pa gjumë. Mos flasun nuk është e lehtë bashkëjetesa me të, ëh? Nuk është absolutisht e lehtë bashkëjetesa me të çmend. Dhe ka njerëz të cilët e përbin këtë çmenduri që bën ai, ka njerëz që nuk e përbin këtë çmenduri që. Dhe po vim prapë sërish tek limita. Po, Xuxhi. Vazhdo tash. Ju të lutem, fal. Të lutem një. Mase të përmend. Të përbirja. Tani, momentin që ti vendos me hy edhe me bashkëtu për një kohë, 3 muaj, 4 muaj, me lloj njerëzish, karaktere të ndryshme, krahina shtetet ndryshme, atëherë nuk është aty përbirja, sepse ti vetë duhesh me ditë që dhuna nuk ka vend. Tani po du me u kthy te Jozi edhe njerë. Unë kom postu edhe një koment atë natë sepse isha në Gjilan, këndova dhe masi përfundova, mirë që mbasi përfundova ma të regun, sepse u preka shumë. Po, i përmendi edhe njëta, po e vërtet është që gjesti e ka atë loj, kur të mungon intelekti, kur të mungojnë disa gjëra atëherë të mbetet ajo çfarë bën ai, po që është brenda limiteve të lojës. Dhe në anën tjetër, unë atë natë kom postu një koment, kom thonë, Jozi sonte është më i sigurt aty ku është për momentin. Ku ishte edhe në ora 5? Për shkak të duke e njohur veten ose kombin tim, sepse i kam atëherë dhe natë që thonë hekrin gjetë, mundë gjithë shka me ndodhë, por e mira është që kjo duhet
mos mu egzageru, është një problem mes Jozit dhe Gjestit. Pra komentet e stresit, ati tjetër nuk kanë vend? Dua vetëm një gjë të them, që si kur të kishë ndodh ajo dhuna është e papranueshme, por si kur të kishë ndodh në një debat e sipër, kur nuk pajtohen dhe mandej ty të ngritën nervat, edhe reagon. Sa ndodh në studio televizive sa herë? Jo, po ide është që ka ndodhë momentin që po del prej asoj shtëpis për një hapje të derës që nuk është shumë e madhe. Që kam ka bu përshtypje dhe më të keqe, ka qenë mos reagimi ose reagimi shumë i ftoft Lajert Vasilit, femrat janë shtangën në momente tila, dhe mashkujt kur ndodh një dhunë e tillë e momentit pa prit pa kujtu. Por ne meshkujt e kemi atë instiktin që me njerë me ndërhy, me shku të viktima, të Gjesti ose të Jozi. Pra, së të regoj, as pak empatihesh. Por ajo ftohtësia, gjakftotësia Lajertit, ka bu përshtypje shumë të keqe. Xuxhi, ajo është, në fakt, ajo që thuti Xuxhi është pjesë e njerëzve që kanë një karakter të fortë të personalitet, sepse unë besoj se Lajerti mund ta ketë bodhe nga Figa nuk është afruar, sepse ka thonë po haj dhe unë një. Pra, kur aje bëri publikisht aty me Gjestin, mund ta bote fare mirë dhe me Lajertin dhe me këdo që mund t'i afroshe. Dhe po ta shikonte, edhe Gerta kur jo afrua, sa e priku gjithë ka dora u largua nga Frika. Jo, e kuptoj frikën, mirë po, instikti jonë mashkullorë shpaku të reagon, më shko të Jozi, shko të Gjesti. Për korektisht, po du dy gjanat vogla me i definu, që shune e shë. Jo gjithmonë e kom të drejten, por që po mundohem për korektisht të opinionit publik. Rozana Radi, për shkak të moshës që ka dhe që gëzëm për bojës, e ka kuptu që ka me ndodhë situata. Nuk e ka nëzit Jozin, jo, nuk e ka nëzit, e kuptën në qoftë se shene, një qoftë se e shene me detaje vidon Jozi këthehet edhe i bën me dije Rozanës që unë do bëj veprimin që kum nisë për me bo. Rozana insiston, po për mës me jep që shtojnë e benzinit, mës me hedhe flakës benzin, ajo nuk reagon. Dhe me thonë se ka prit që mundet me eskalu edhe më shumë se kash. E dyta, Big Brother në vetë vete është kompromis me famën edhe suksesin. Në Big Brother nuk futet Ledri Vula, pasi që beson që mundet, masi është në trajektorën, në pikën më, në plejadën më të lartë të ti, mundet me ra suksesi ti, na musbe. Ti kur bën kompromis për famën e suksesin, gjitha këto mujnë me ndodhë, edhe mundën më janë të pritshme. Dhe me thonë, tani, a qa nuk lejohet aty, e vetëmi mjetë është mjeti i komunikimit. Ajo që ka bo Jozi i ka kushtu dhe kam i kushtu për gjithë jetën, për shkak që ka mbyll dyrë dhe dritare. Ne jemi si treg i vogël, edhe këtë treg vogël kur e ndalon, Kosovë letë e haron e dhe ndalu pikërisht në këtë pikë, si ta trajtojmë tash Jozi? Nuk i qysh me trajtu, një ignorant i llojit vetë, që bën një veprim pa matur, që do të aftojmë për në intervista apo do ta bëjmë mos dhunusi nuk duhet ftu kurrë në për intervista. Nuk duhet hapësira, tash njeri kur nuk arrin me kuptu, edhe nuk është i vetëdijshëm që ti je fytyrë publike dhe ki ndikim, edhe një format të tillë ndjekin edhe mosha të mitura dhe je një shembull i keq, ai nuk duhet evitu prej ekranit. Pyetje po ja bëj avokatin djallit zonja Eda për atë arsye. Po sui generis, edhe kjo vërtetohet në shumë raste. Edhe pse e them është sepse pas këtij rasti që ka ndodhur, nëse veç nuk doni me komentu, por të rritet ty për 10.000, 12.000 followersa brenda 24 orëve, pse ti ke bu një veprim... Sindromi Stokholmit është shumë prezent. është e qartë, por tema, dua vetëm pak të ndalem këtu. Sot Jozi nuk e ka derën hapur në Kosovë, kjo çështje është e kryer nga... Jo, nuk e përcaktojmë na, po kushtimisht në opinion në... Sepse kishte dëgjuar deri në fund, e do ta dini që konstatova. Citova këtë që sa po thatë. Por a do duhej hapur dera për para se të hynte në Big Brother VIP Albania, sepse nga këto që shohim, kishte pasur një të kaluar të errët, kishte pasur një dënim... 3 vjeçar, po. 3 vjeçar për dhunë, recidivist duhet qesh. Ishte nxitje urrejtje nëpërmjet kombit shqiptar. Unë kështu e kam siguruar dhe kam përkthyer në memorien time dhe kam përpunuar si një lajm. Personi i kthyer në Big Brother ju dha një shans i dytë dhe zemërgjërsia e Gjestit të ishte ajo që e pranoi pavarësisht se ndodhi konflikti fillestar. Ai në vend të kishte kërkuar falje konkrete dhe të kishte mbaruar gjithçka me rikthimin e tij,
ai acaroi situatën duke dalë nga Big Brother dhe duke e goditur. Po kush ka qenë sekreti për ata që e kuptojnë edhe e skanojnë ose e hetojnë? Pra, ai në atë moment kishte investuar. Përderisa unë investova dhe u riktheva, duke bërë si kur jam i dashuruar me një vajzë, edhe ti po të njëjtën gjë bëre, ti fitove, sepse u doli finalist, dhe unë në momentin e fundit dua të bëj diçka të keqe ndaj teje, që ti në momentin kur unë do të godas, ti do të kundër reagosh ndaj meje. Avokat, diplomacia e ti që nuk reagoj pavarësisht se ai psoi goditjen, se në rast se nuk do të ishim në këto kushte dhe në rast se të dyja palët do të kishin vazhduar goditjen, do të kishim në të njëjtë ditë dhe eliminimin e Gjestit edhe atit, sepse dhuna është e papranueshme. Pra, kjo dinakri, kjo djallëzi dhe kjo nxitje urrëtie më ku japin mua qartësi që individ të tillë nuk janë figura prototipe për të marrë shembull nga të rinjt dhe nga vajzat e reja. Predispozitat dhe premiset që ky djalë me qenë në dhunshëm vinë është shkak pasojë. Ky ka qenë një prej personave shumë të bollizum. Paraprakisht. Ka qenë i bollizum, po. Ndoshta edhe për mënyrën se si ka këndu, ka qenë, se edhe pamja fizike. Çka i kanë thënë? Kam bollizuar, ku marr informata të bollshme, domethënë tani nuk po du mi shpalos, po njeri kur është i bollizuar dhe nuk arrin me do e mos ka qenë më i holl, më i zotër, ka qenë domethënë kur i bollizuar gjithkohës, ai ka dashur me demonstru, domethënë në burni. Po burnia në parim është fjala e nuk ka dhuna dhe nuk ka forca. Nuk ka fuqia. Fuqia e fjalës është më e madhe se fuqia e një goditje. So u Gjesti shumë mirë, fal Gjestit fitoi Egli finalen. Bravo Gjestit e arriti. Po çka ishte i dënuar në Zvicër? I dënuar për dhunë, ku me ditë për dhunë, po thonë me një lidhje raport me një femën që ka bashkëtu me taja, ka denoncuar dhe në Zvicër. Ajo ishte nga Kosova, nga Ferizaj. Nga Kosova pikërisht, domethënë ky lidhjen më të madhe ka pas nga Kosova. Din shko është e dhimbshmja. I ka pas të aranxhuar, të pronotuar mbi 10 data në Kosovë, tash mundet ato data miknu vetëm në dhomën e tij në shtëpi Skype. Dy gjëra nëse mundem. Me veprimin e tij, okay, jam dakord me avokatin që plani i Jozit ka dështuar, sepse nuk pati një kundërpërgjigje të Gjestit, po edhe mënyra se si Që se kanë lënë kesh, e kanë lënë kesh. Ja, eksaktësisht, është për mësysh. Për mësysh. Jo, mësysh. Te gota kishte. Eksaktësisht me kokë mbrapa, e pati të pamundur fizikisht, domethënë që të ngrihej dhe të bënte atë kundërpërgjigje. E para, e dyta, edhe Gjesti me gojë nuk është që jala keqta, po të kishim qenë jashta do ja kisha. Shka mi thonë adet putheja? Ta puthi dorëna? Ajo goditje është... Jo, ndërkohë që unë këtë atë Gjestit fakt do ta përkthej edhe si një mesazh për familjarë që të lutem mbylleni këtë gjë që situata... Pikërisht pra. Bravo Meridian. Ajo është një vlerësim për mua nga ana e Gjestit. Në opinionin tim, do më thënë, nuk është një paralajmërim se diçka të të ndodhja shtëpisë. Jo, e mbylli, javë ne ka pakun. Kjo situata që bëri Jozi ja dhuroi fitimin e Big Brother. E bëri fitus. E bëri fitus automatikisht, edhe unë që se duroja do të Gjestin, ndoshta do ja jap votën. Mos harroni mrekullia s'gat 3 ditë. Këto janë teza hipotetike që nuk besojnë to. Para se goditja e Jozit ka qenë e planifikuar pse? Ka qenë planifikuar. E mendu me detajisht. Sa i qëndron aty? Jo, goditja, nga ata që marrin vesh në arte marciale shohin që lëvizja është edhe me trup. Në çdo tjetrin me nënçmu mundesh vetëm me prekën pyet çish ka bërë rasti Xhibani. Ai e ka mendu fuqishëm, gjithë fuqinë ka gjithë fuqinë, domethënë lëvizjet me trup. Nëse ishini janë të tipit të njerëzve që luajnë kickbox dhe nuk boks. komentu fare. Gjesti megjithatë e godet kokën prapa. Jo, ajo tani nuk është komentuar as nga produksioni. Ajo qërë shqyqër, unë fillimisht e falenderoj një familje konservatore, e një familje fantastike që e ka Gjesti, dhe me thonë që kanë mendu, kanë reflektu me gjaktëtësi, kanë zjerë një status për mës me bon zitje o rejtje. I falenderoj shumë pse, se duhet me auheq kapelen, të regojnë që Dugagjini gjithmonë ka dje me burra e familje që din me falë dhe kjo është shumë mirë, një thirrje për kombin tonë shqiptar. Goditja shqyqyr s'ka pas pasoja ma të mbaja. Po shqyqyr ka shqyqyr s'ka pas pasoja ma të mbaja. A mendon se i dim na sakt çfarë kanë bërë? Po shqyqyr s'ka pas pasoja ma të mbaja, nuk guxon produksioni me mshep
në qoftë se ka në lëndim në tru nuk guxon. Po ta them sinqerisht nuk guxon. Jo, një gjë aty nuk do. Nuk guxon me ndodh. Jo, se pa ditët topi. Jo, Se shesh që është në rrezik për Urna. Është në gjendje të mirë. Çfarë vetëm deshta të ndërlidhem të lutna, më fal. Sepse Meridiani deshët thot diçka interesante ka përshtypjen. Tu veç me thonë që për krarja që Gjesti ka pas gjatë gjithkohës, ajo tashmë është maksimale, do me thonë pikën më të lartë, por edhe do me thonë botë artistike shqiptare, noizi, stresi, shumë tjerë me rëndësi populli. Dhe kanë ja për krajën e ti, për Gjestit. Por me gjithatë, ka pasur të vetëfundit dilema? Shka nuk më ka pëlqy, është momentin që ka ndodhë menaxheri i Gjestit ka dalë me një video ku ka kërku pa tjetër që stresi të binë kontakt me stresin, që stresi më ndej të kry punë... Nuk përfatësëm ras menaxher, familja, Xhuxhi. Gjesti është i moshe rritun, ka prind që... Stresi është një artist dhe është shumë vjen keq që njerëz menojnë që stresi duhet me rregullu gjërat. Ne të gjithë e përkrajmë Gjestin, por nuk është ideja që tash... Jehon, ne japim tekst ma të veçan gjuha e urrejtjes, që e përdor Jozi, momentin që është tjetrin tokë, dhe më dhënë të regon që ai ka munges elementare të një edukate. Ka një frustrim, ka një mlef. Dhe më dhënë, e shkreti ai për shpirtin e vetë. Është edukata, është vetë që ai ka bo vetës. Meridian, patë një koment për gjendjen e Gjestit, shëndetësore. Meridiani e ka me mu besoj. Dhe këtheu aty. Gjendja e Gjestit të një sigur që është shumë e mirë njerë. është fatmirësisht është mirë dhe arbi di shumë mirë që muret aty janë gipse dhe është nga gipsi i hollë që nga njerë dhe po ta shtypësh del gishti nga ana tjetër sepse duke qenë se transformohen shpesh për të krijuar ambiente të reja. Po. Por unë ajo që tha Xhuxhi deklarata që ka bërë menaxheri është deklaratë emocionale e momentit, kushdo mund ta bënte atë sepse kemi parë deklarata pa fund që në bërë aty, jo do ta vrasë, do ta bëjnë në për rrjetet sociale, janë deklarata emocionale të momentit. Unë mendoj se pikën ja ka vonë Gjesti vetë dhe thash e ka treguar se sa njerëzor është, se sa për mua se sa i edukuar është ai njeri dhe se si e ka marrë ai lojën. Pra ai ka pritur gjitha. Dhe të kthehemi te kjo pjesa, dëgjoj, unë shikoj te urrëtin që kanë gjithë banorët. Ju mund ta përktheni edhe ndryshe, është çështje inferioriteti që ato shohin ndaj Gjestit. Se nuk është e lehtë për një lojtar 51 vjeç si Lart Vasili, të vi një djalë 24 vjeçar, i pashkolluar, siç vetë thot ai, i pashtumuar dhe t'i marrë skenën. Nuk është e lehtë për një këngëtare si Rozana Radi, me shumë vite karrierë mbi supe, me shumë trofe të fituara, të vi një djalë 24 vjeçar, i pashtimuar, i pashkolluar, siç e quajnë ato, t'i marrë skenën. Pra nga një është edhe çështje inferioriteti, të cilën ato e shprehin në mënyra të ndryshme, ka mënyra për ta shprehur urrëtin. Konkurrent Gjesti nuk e do që nesër mas nesër ta bëj kështu. Jo, edhe jashtë skenës, t'ja marr koncertet. Jo, me Rozana s'ka pas koncerte ku Rozana Lapsin e ka me pesh. Veç gojtë e liga, Rozanën e bëjnë fituese, jo Rozana Radi e ka Lapsin më të mirë se Gjesti. Nëse mbani mend, ju kam thënë tek java që shkoj, ju kam thënë të hënën tjetër unë do jem në studiot Kosovës, do flasim për fitoren e Gjestit. Dhe unë për ju them që të hënën, unë do jem në studiot të ju dhe do flasim për fitoren e Gjestit. Meridian. Të presim Kosova today. Meridian, mos dezinformo, mos dezinformo. A ky incident fitues Gjestin apo Gjesti për mua është bërë fitues shumë kohë më përpara. Shumë e vërtet. Në momentin që ai testoi Albi se beson këtë. Dëgjoni, po lëshohemi. Ata mbaroj sepse unë mes për mua Gjesti është treguar lojtar i zgjuar që në momentin kur testoi produksionin me hypjen dhe hedhjen nga muri. Dhe për mua i ka vënë pikën, le të thojnë sa të duan, është i pazgjuar, është i pashkolluar, është pa intelekt, për mua është lojtarët më inteligjent përsa i përket lojës Big Brotherit. Qofse duan të hynë të merren me zgjuarësit, le shkojnë tek Akademia e Shkencave në Tiranë, sepse ka vende të lira prapa akoma, dhe ta fitojnë. Tani, ideja është kjo që po përmenën shumë shkolla, do me thonë, shumë qka Regjeci. Ideja është që i njëjti, unë mendoj që shumë ma herët ka fitu simpatinë shumicës shqiptare, ata që shiqojnë Big Brother, dhe mos të harrojmë, është djali që 6 muaj
me 24... O zgjedhje e tina, o zgjedhje e tina personale. Nuk e kanë... Dhe dua dhe diçka të them. Është përmetar keq, që përveç që me zarftëzi kanë këthy njerës produksioni, ka këthy edhe Eglën e cila është vetë largu për shkak të shëndetit dhe pas 9 ditëve të rikthehesh prap, po menoj Moas Big Brother nuk e ka atë. Jehon, politika si shkencë është arti së mundshmës. Bravo, Xuze, politika në vetë është shkencë dhe si shkencë përshkruesi artit mundshmës. Unë thash edhe njerë, formati Big Brother ka pasur shkitje edhe në Shqipëri, si ka pasur në Kosovë, pa fond. Kompromiset të tilla, kur zhvlerësohet zarfi zi, vim në këto pikë, në këto raste, dhe më thonë që tani dush më përballë me to. E pare punë, kanë kriju precedan si në rastin e Eglit, dhe me thonë që falja saj shuplake, këtu duhet përdu mundal, falë një shuplake se këti aksidenti të tërpshëm që ndodhi, dhe me thonë mos mundohemi kur me relativizu dhe me justifiku një veprim tillë. Akti dhunës në media është fatal, edhe a ideal duhet me se cili njeri i vun pasojat, fatura duhet me pagu deri në fund. Unë personalisht ja kësha ndalu medjen Josefin Markut për deri sa a i ka të karierë. Dhe me thonë, e ka ditë ku është fut, e ka ditë impaktin, e ka ditë sa njerëzë në të e pa dhe me bo një vendim, me marrë një vendim. Me tendencë nuk e bëj, vetëm edhe shkate përfundoj, Meridian. Ti e di shumë mirë dhe i bindur që Josefin Marku për vesën Top Channel nëse shkel në televizorët e në Shqipëri nuk shkel do të sepse janë formatet e tjera që të nuk të japin mundësi. Edhe po ta japin falë suksesit muzikës në karierë, në që fse dun me ta jap, unë e kësha penalizu për hir të veprimit dhe aktit dhënshëm. E dyta, mos të marim punë të kryme. Njerës, duheni me kuptu. Duzi, mos të marim punë të kryme se kemi marrë që shuplaka, ja fitorën, gjestit, jo. Vetëm pak të lutëm, nuk vendos Top Channel, vendos Endemoli. Endemoli e ka patentën, është franqizë që kepun botë. Vin njerës kompetent nga Endemoli, se pe relativizoni, po të unë një shuplake bën gjestin fitus. Letë votojmë si popull, gjithande shqiptar, ku dojmë për gjestin, për sakrifisën e mundit që e ka bo. E vërtet është që mund është me hup të pamurin për një arsye. Ndryqimi atje është qaq i lartë për ti mës me mujt me flejt, për me qenë gjithë kohës gjutë në dhuru për publikun, sa që të kryon ndoshta edhe insomni. Edhe insomni, po pos tjera të kryon edhe kësine miku fjalla, kur fillon mi hupën gjyrat, nuk i dalën. Daltonizëm. Arbër, neve na interesën me di diçka tjetër. Me votu. Arbër, flitet në sanë. Flitet që tashmë nuk është kjo vërtet, a kjo është ajo që flitet, do të thotë që gjesti ka një kontratë e cila është në vlerë 500.000 euro, ndërsa Big Brother e fiton një emër tjetër. Rozana Radi në të thonë, që kjo ka ndodhë, kjo në të e paralizu rastin me Olta Gjari dhe Luiz Ellin. Olta Gjari thonë se ka pas një marrëveshje para prake, unë nuk du me besu këtë në teori konspirative, nuk të them. Dëgjojmë teori konspirative. Mos më nxjerrni prej kontekstit. Mos më nxjerrni prej kontekstit. Neve Stormi. Bosh imazhi, vesh pak se ka kontrata për te kësaj. Të lutem, vetëm po dhe produksioni, pjesë e produksionit është edhe Stormi ku ka aksionarë dhe bashkë aksionarë. Për te kësaj, ekipi që na komentojmë Instagrami, në rrjetin social është ekipi më i besueshëm, edhe gjithë kohës na shujnë Meridianin e përshëndes për këtë pjesën. Edhe unë i kemi ne këto informata që marrëveshje ka interne mes gjestit që do të jetë imazhi Storm pjesë energjike, ku aksionarë 50% është një nga... 30 është marrëveshja 30%. Emre, dzos të përshëndoj, jo bre, po flasë për imazh të Stormit, jo kontratën që jo. Mos përmendim pi energjike, ka marrëveshje me Go Plusin, gjesti para prakesht, kjo marrëveshje... Falë Xuzi, nuk është të full Arbër, s'po mundet me thonë. Po mëj me thonë mendimin, se po ma up në vijen logjike. Po edhe ne kemi këto informacione që në kanar që gjeshti ka një marrëveshje për me qenë imazh, jo kontrat menaxhuese. Do në dy tabore të ndame, imazh i pjesë energjike Go Plus në Shqipëri. Do me dhënë si i tili bjen që është arrit një farë kompromisi, mund që me një shumë jo ashtu a thuti më pak, por që me iden që me fitu, do me dhënë një aktore dhe artiste që ka fitu shmime në përskenat të ndonë në Shqipëri, që është Rozana Radi. Ka fitu shmime ku ka marrë pjesë. Ditën e finales, a do tjetë një këngë nga gjesti? Kur dëgjoj to që u fol, u bërë, si kur the, si për ufo.
po nuk I pat vetë me sytë e tuj që UFO-t ekzistojnë, nuk e besoj. Po mirë, po flasim për një format konspirativ. Janë folë shumë gjërë dhe mos harroni që po flisin për Top Channel, që Top Channel nuk para bën... A dhe unë nuk I besoj, po vish... Nuk para ndërshkruan kontrata me banor, sepse Big Brother është I pa parashikueshëm. Është treguar Donald Lirë, është treguar me Luizin, u treguar me Egla Cenën, kështu që nuk ka parashikime. Po, Gjesti do ketë shumë maramend, sa atë e diun shumë mirë. Koncerti I parë I Gjestit mendojnë do hyjë ndër më të paguarit. Është në Amerikë, kemi mbyll. Këngëtar shqiptar, kështu që Gjesti vetëm thjesht po është në dorë në menaxhmentit Gjestit, se s'ka arrit ta menaxhoj famën e Gjestit, sa të kujdes shumë të Gjesti mos shuhet shumë Jehona, edhe një gjë mos harroni, familja Gjestit janë goxha vigjilent, edhe kanë me qenë gjithmonë afër Gjestit, tani se po flasim për një artist që realisht ka arrit është a priori në këtë mes. Nga gjithë Big Brother është a priori, ka me pas kujdes shtu mos të tutni, ka aranzhu koncerte janë mbyll në Amerikë, do t'jetë një tur. Unë me sa e di është do t'jetë në Connecticut, do t'jetë në New York. Koncerti parë, po në Amerikë është mbyll, është konfirmu, është dalë, është publiku posteri, e gjeni e keni në One Entertainment, e ka mbyll, është në Amerikë, nga shoku jonë, Mishtan, që për meni emrat. Kush e ka bu? Janë pjesë që janë menaxhmenti I Gjestit. Njerë që janë kompetent, nuk është Top Channel që jeni gjithmonë të aludu që ata kanë marrëveshje, jo. Menaxheri që e ka Gjesti, që I rrin mrapa, që e financon, që e mbështet, është një djalë që s'po ja them emrin se s'ka dashur. A muj me përfundu që në selam netën me fund, po më janë keq shumë tuta. Jo jema prezente se na. Supozime që I bën për Top Channel, flasim për mediumin më profesional shqiptar, për mendimin tem, është shia jam, mendimi jem, edhe unë kom qenë vetë pjesë e Big Brother në Kosovë, do me thonë këtë klan Kosovën, por ka atë shumë fjalë që nuk janë të vërteta, e që janë të lidhura me mu, me kësi loj marrëveshje, gjikotja, që gjërat nuk janë as pak ashtu. Do me thonë, ne mund të aludojmë, ne mundemi me parapo, dikush vjen me një ide, shon një fjalë, ne I besojmë me logikën tonë ose jo. Kryesorja është që Gjesti, po, është definitivisht ftyra më e njohur, më e përcjellur, më e dashur për publikun, për shkak të shumë gjërave që ka kalu. Absolutisht, po. Kulizime, vujtje dashuris, e tjera e tjera. Dashuria, sonte kish darësëm. Mashallah. Sonte kena darësëm, Gjestin po martojna. Dhe dikun e lexova një koment, Jozi kam ju këndu. O, zët, edhe ajo dodhë. Unë vetëm një gjë nëse mundem, se përmëndet disa herë jahon që dërin 5 mëngjesit e mbajti policia, dërin 5 mëngjesit. Me thënë drejtën, po gëzohna që policia e Shqipërisë nuk funksionon si policia e Kosovës, që të bjeri pjesë e opinionit publik. E vërtet. Po, për mua, do me thënë kjo... Që policia e Kosovës bjen... Po. Policia e Kosovës është më e mira në rajon. Mirë, por e ka të vetën... Pa diskutim. Ma jepti mu vlerësimin qytetar që e thotë këtë dhe janë regull. Për mua, personalisht, po më vjen jashtëzakonisht shumë mirë që policia dhe organet e rendit në Shqipëri nuk bien pjesë e presionit publik të opinionit normalisht nuk do duhet të binin. Absolutisht. Nuk do duhet të binin. Siç bien në Kosovë dashur dhe... Më jep shembullin që kanë rrë. Të jap një 10 shembuj vetëm brenda familjes time. Tani këtu personali janë diçka tjetër. Jo, nuk është fare personale, a deshe shembull, ta kemi komentuar shpesh se kanë qenë edhe profesionistë të tjerë që kanë folur këtë. Është e jashtëzakonshme Zuzi, por ka gra që janë vrarë dhe kanë pasur urdhër mbrojtës, kështu që ka dhe këtë mund ta tregoj edhe sepse ato gjëra ndodhin. Ja ndodh në Amerikë. Po mirë, do ta japun një shembull. Gjermani, mirë, aty gjëra tjera. E qartë. Po këtë mund ta thotë edhe avokati. E dyta që o Zuz ma hupe vlla. M'fal. S'ko ka kone vërtet. S'ko ka kone vërtet. Jo, shumë okej. S'ko ka kone vërtet. A pse si Kosova jo? Ka pos një lajimi me mu. Policia jo më e mirë. Si do që tjetë... Desha edhe këtë për pjesën e çunave, marrëveshjeve, çmarrëveshjeve, sendeve. Është vërtet ajo që po thot Zuzi, se këto teoritë konspirative që ka marrëveshje këtu, ka marrëveshje atje, ka bë këtë, ka bë atë,
Big Brotheri është një spunto e madhe që ti kur je në fund karrierës, siç ishte Luisi që kishte humbur fare nga tregu. E ngriti edhe Xuzit peja që ta që kishe. Jo, nësë jam, unë nuk jam këngëtar. Thot, nuk ka problem. Jo, tjetër gjë dua të them. Jep një spunto jashtëzakonisht shumë të madhe kur njerëzit kanë nuhatje të karrierës. Jo, thash Luisi. Arber, mos u bë sherrë, mos bëj sherrë. Sherrë është të bë Arber, mos e ngani Arber, mos bëj sherrë. Unë s'më pashë ka planua, I don't care fare. Mos ke qenë aktiv. Don't twist my words. Arber është të bë sherrë, nuk ka fajt Zuzi. Vazhdojmë, vetëm të lutem, veç ta mbaroj. Oh, dashuri skenike. Unë precis pajtona, por ju... Veç të lutem, produksionet, si në Shqipëri, si në Kosovë, ju lutem të kenë sa më shumë kujdes që mos cilin në pyetje njerëz me të kaluara të... Kriminale. Penale, jo penale, civile, problematike gjitha me radhe. Kemi rastin e Josifit që e boni bërlog në Shqipëri, por mos harroni, do më thënë që vetëdia qytetare dhe në Kosovë ka funksionuar shumë më lartë se sa vetëdia qytetare në Shqipëri për të njëjtin rast. Atillë nuk e pranuan. Ngritën njerëzit në protesta dhe nuk e pranuan. Nuk e di nëse kanë pas këtë informacion. Ka qenë një operacion i të mërshëm. Dëgjom, realisht na kërkohet gjithmonë me nxjerr nga policia nëse jemi në rrhetime. Por me sa diunë, në rrhetime ai ka qenë në Zvicër, edhe kur ka ardhur në Shqipëri nuk ka qenë në rrhetime në Shqipëri se Interpolli nuk e ka lyp. Nuk e ka kërkuar Interpolli. Vetëm se kanë qenë të Po çka e kërkon Interpolli kur ai nuk është i kërkuar. 5 minuta keni, dajeni si të doni. Vetëm pak, po bëj thirrje. Më thënë të jenë më të kujdesshëm. Të jenë më të kujdesshëm te pjesa e përzgjedhjes edhe ta di mo vlla kush është VIP. Se një VIP do të thënë një këngë në TikTok, na del VIP, na u bën sikur jemi të gjithë VIP tani. Xuzi shumë shpejt publikon projektin e tij më të ri, një projekt që duhet dëgjuar mos e humbesni. Kështu që shumë shpejt do të publikohet. Urime! Apropo, vish më si me zborç, sepse fix që që tha edhe ashtu, të lutem, edhe për jetësisht. Qysh mëra rriti Arbi në shtim shërë të dëve për një vëndurë. Tani, e vërtet është sepse unë i kom 2 profesionit të që e kështu. Po jo mi njohër si këngëtar, por në anën tjetër bëj punën edhe të moderatorit të autorit. Si e njohër si këngëtar të super këngëtar, zëzë. Dhe është e vërtet që, saj përket muzikës, unë ka vite, 7-8 vite që nuk kam prodhua zë të re. Dhe në këtë rafsh, unë kom qenë në mbrapa. Jo aktiv në muzikë. Por tash po vi me 3 këngë të reja, kënga e parë del për një javë me videoklip. Dhe me zi presi me lëzojmë. Edhe inshallah prej fundit karrierës, po që është për pjetë. Ama, unë jo ma i lezeqme. Mirë, atë shkojmë lutem edhe njerë të Meridiani dhe të avokati nderuar të lutem. Faleminderit Meridian, çka ndodh të shtunën, po i bie, çka të mendojmë tutje dhe më pas duat kaloj edhe tek zhdima. Unë mbylla. Të shtunën, maj sa pashu në top, po organizoj 2 super skena gjigande. Mund tjetë, ma mërmendja mund tjetë një nër finalet më të bukra të viteve që ka pas Big Brotheri. Do ketë surpriza pa fund. Që në ngelen ta shijojmë, besoj njerëzit përgatiten për gjumë, se dërënë gjithë natën pa gjumë, do zgjasi shumë si spektakl. Fini ditën. A guxoj me lujt rolin e zonjës Meri? Me bo një parashikim? T'jabër, guxon me folë, se nuk jam unë studi dhe me vones, dhe ke bo qepë sot, bravo E pash që e tolerove shumë. Thash që ndodhi. I plas fasulja në park ati, po s'ka që i bën. Po du me lujt zonjën Meri kësaj radhe, po du me bo një parashikimi, se si kush ka me dal. Egli, Laerti, Rozana, Gjesti. Okej, mirë. Zhdima, Eda në tha që policia në Kosovë bje në ndikim të turmës, si qëndron në Shqipëri, se kështu për këtë pjesë mund të flasësh ti, natyrisht, jo për atë që ndodhë shtunën. Unë e di që kur thrasin policinë, e thrasin që policia të parandaloj një ngjarje dhe një konflikt, dhe duhet të vi me njëherë, a procedohet kryesisht apo me kërkesë të palës dëmtuar, është gjë tjetër. Prandaj policia në çdo moment duhet të reagojë dhe të naturalizojë personat dhe të bëjë shoqërimin për çdo person dhe madje në komisariat duhet të bëhet verifikimi, e kemi të bëjmë ndjekje penale që bëhet kryesisht. Mandej prokurori kryen punën e vet, jo policia, der është punë e prokurorisë. Si është gjithë. Jemi krejt në fund, Zuzi, mos e ndërprejmë. Jemi krejt në fund, jo Arber të lutem. Po, zotri Zhlima? Ja dhon kredit sot? Do të sqaroj diçka. Nuk mund të imagjinojmë dot
për polici në patrulla e policisë në vendin e ngjarjes të bëj verifikimin e veprës penale. Absolutisht po, s'mund ta bëj këtë, po. Thotë që ne marrim policia bën shoqërimin dhe në stacionin e policisë aty OPJ-ja dhe prokuroria kanë atribute sipas ligjit të verifikojnë a kemi të bëjmë me vepër penale apo jo. Faleminderit zotëri Zhlima shumë. Se nuk di çka bën kështu, na e morën gjithkohën këta të Big Brother. Meridian, faleminderit shumë. Xuxi, Eda, Arbert, faleminderit shumë. Zyrtarisht këtu e mbyllim, s'kemi fare kohë më shumë. Shihemi nesër, deri nesër mos harroni materialet tona e gjeni në YouTube, Facebook, Instagram, Klan Kosovën e gjeni pakën numër 1 në vend, Art Motion e për juve që s'keni energji, peni Go Plus edhe mushni full. Faleminderit që ishit me ne, shihem nesër në ora 12:30.